Radio Kosova. Çdo të premte nga ora 1 portat e natës @hotmail.com. E premtja pa gjuhë. Portat e natës. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në valët e Radio Kosovës. Edhe sonte si çdo të premte do të jemi bashk në portat e natës dhe urojmë të kalojmë një natë të bukur.
Në një kohë kur ritmi I jetës është gjithnjë më I shpejt dhe sukseset shpesh maten me të mira materiale, shumë njerëz pyesin veten se si mund të ruajnë besimin, devocionin dhe vlerat shpirtërore. A është më vështirë sot të jetosh sipas parimeve të fesë? Cilat janë sfidat me të cilat përballen besimtarët ose ne në jetën e përditshme dhe si mund t'i kapërcejmë ato? Për gjitha këto tema, dhe jo vetëm kaq, kemi ftuar një mysafir shumë të nderuar, Hoxhën Hasan Baftiari nga Shkupi, me të cilin do të flasim për sfidat e të qenit të devotshëm, po them në një botë ku materializmi ka kapluar gjithçka dhe ku angazhimet e përditshme shpesh e lënë në hije dimensionin ton shpirtëror. Ju ftojmë të na ndiqni në valët e Radio Kosovës. Besoj që atë shprehi e keni më 27 vjet dhe kemi shpresë se do të reflektojmë sonte pak, do t'ju frymëzojmë, do t'ju nxisim të mendoni pak më shumë, sepse nga përvoja them sa më tepër që kalon jeta, aq më tepër njeriu sheh dimensionin e vet shpirtëror dhe pyet veten, thot, çfarë kam lënë unë në këtë botë, çfarë gjurmësh, ose ku do të shkoj unë në atë botën tjetër, a e kam merituar, ku e kam vendin unë. Hoxha Hasan Baftiari ka kryer medresen Isabeu në Shkup, aktualisht është hatib në xhamin Haxhi Ballaban në Shkup. Dhe për fillim, duke ju përshëndetur, Hoxha Efendi, do ta sqarojmë çfarë është takvaja në Islam ose besimi që ne e themi. Fillimisht, mirë se u gjeta. Mirë se erdhët. Shpresojmë që në këtë emision të kalojmë bukur, të mundohemi të japim një mesazh me atë kapacitet dhe mundësi të cilën e kemi, padyshim në suaza të mundësive. Në Prishtinë çdo gjë është e bukur, edhe hera e parë ime këtu në këtë Radio Kosova, pra e veçantë e bukur dhe besoj që çdo gjë do të shkojë bukur. Amin. Çfarë është besimi? Besimi është një fenar I cili të bën dritë kur jeta mund të errësohet. Ta jep një shenjë shpëtimi, kur je në një tunel pas zgjidhje, kur je në një rrugë ku ti nuk din t'ja mbash nga labirintet e mëdha, nga sfidat e mëdha. Besimi është ajo shenja e vetme që të thotë, kjo është rruga yte, tek e cila ti duhet të kapësh me dhëmball dhe mos ta lirosh, krahas sfidave, stuhive e dallgëve të mëdha të jetës që të kapin. Por që ajo që neve duhet ta kuptojmë që Islami pikë së pari kërkon të kuptohet sakt. Se nëse neve vetëm e praktikojmë dhe nuk e kuptojmë, përsëri do të gabojmë. Çfarë është devocioni, devotshmëria? Pastaj mund të flasim për ditën se si të mbrim të ajo. Devocioni që ta jep besimi I sinqert dhe besimi I sakt në Zotin është shumë I thjeshtë. Është të shes Zoti aty ku ka qef me të pa dhe mos të shes Zoti aty ku s'don me të pa. Pra kjo është të kuptuarit e saktë të takvas. Pastaj, rruga se si do të bësh ti këtë, padyshim se njeriu nuk mund të jetoj pa u sfidu. Edhe njeriu që është më I lumtur në botë sfidohet. Edhe njeriu që s'ka asnjë lloj angazhimi sfidohet. Edhe njeriu më dembel në botë sfidohet. Edhe njeriu pa kur çfarë vlere sfidohet. Por besimi sinqert të mëson ekuilibrin, se ti nuk mund të ikësh sfidave, sa ata janë kriju për ty. Por besimi ta jep fuqinë dhe mundësinë se si ti të kalosh ata. E ke pa për një kapiten të anijës sa është e rëndësishme bosulla të jetë sigurt dhe orientimi të jetë sigurt. Ka as që mund të ketë stuhi tër natën, nëse ata janë të sigurta. E din drejtimin, e ka shumë të lehtë të mrije e gjë tek limani ku duhet të ndaloj. Ose në qoftë se nga shumë larg e ka pa dritën e fenarit të detit. Ai është besimi. Ka as kretë të ndimëve, ai të shet dritë, ai do mri atje, për arsye se asaj beson, për atë jeton. Ashtu është. Dhe me atë dritë do të më arrit kënaqësinë e krijuesit të gjithësisë në këtë botë dhe pikërisht me atë dritë do të dalë te Zoti ditën e gjykimit.
Ndonjëherë mendojmë themi a më vështire kanë pasë kohën e pejgamberit alayhi salam apo sot? Cilat janë sfidat më të mëdha atëherë apo sot? Në kohën e ignorancës thellë apo sot në kohën e teknologjisë dhe gjithë këtij zhvillimi? Neve nuk mund të themi shumë për atë kohë, për arsye se ndoshta duhet ta kemi atë fuqi psikologjike, historike, të kemi edhe sociologjike të kthehemi në kohë. Neve nuk kemi sociolog, nuk kemi psikolog, edhe ndonjë historian shumë i theksuar, jo. Por sfida mbetet sfidë, nuk e ndryshon emrin. Zoti ta kishte ditë se neve do t'i mbartim dhe do të kemi fuqi të kalojmë ata sfidat të asaj kohe. Dhe të përqafim besimin e sinqert në atë kohë të vërtetin, do na çon të atë të jetojmë. Zoti e ka ditë se ti je kompatibil për këtë kohë. Dhe ti ke fuqi nëse don. Ti ke fuqi ti kalosh të sfida, por arsye se sfidat e botës moderne, botës tonë që na vetë kemi kriju dhe pastaj ata na janë bërë sfidë, për shkak shkëputja e lidhjeve farefisnore është sfidë. Dikur neve shkonim thjesht trokisnim në derën dhe fusteshim. Tani duhet të dërgojmë 100 mesazhe, duhet të bëjmë ca telefonata, duhet të kërkoj leje, për çka? Për më shku me bë vizitë, më janë dëgjuar hallin ose më janë çajt hallin, ose thjesht me pasi është. Rrjeti social është sfidë. Edukimi i fëmijëve është sfidë. Materializmi është sfidë. Dashuria e tepruar për këtë botë është sfidë vete. Të jetosh pa e njohur Zotin është sfidë. Këta janë sfidat të cilat do të thoja me shumë përgjegjësi për besimtarin nuk ekzistojnë. Për arsye se besimtari nuk e ka këtë problem. Ai e din se duhet të bëj vizitë, duhet të kujdeset për prindërit, duhet të kujdeset për fëmijët, duhet të edukoj fëmijët, duhet të shkollohet, nuk duhet të jetojë ignorant, duhet të jep çmos që t'i ruaj lidhjet farefisnore dhe familjare. Rrjeti social është një e mirë e kohës, nëse ti dëshiron ta shfrytëzosh si të mirë. Se çdo gjë që na servohet është e mirë nëse neve nuk e keq përdorim. Çdo gjë është e mirë. Pra njeriu e ka atë fuqinë ti bëj halal dhe ti haramizoj gjërat. Ti ke gotën në dorë, e ke me ujë çdo gjë në rregull. Por më kur e fut alkool, kush e ndaloj tash edhe të ulesh në atë vend dhe ta mbajsh në dorë. Për këtë është ti. Pra njeriu është sfida e vetvetes. Për arsye se njeriu ndonjëherë ja krijon ca barriera dhe ca pengesa vetvetes, pastaj nuk e ka fuqinë me të i kalu dhe dështon. Domethënë ja hap hendeqet dhe gropat vetvetes. Dhe në ato zhgënjime zakonisht tenton t'ia bart fajin dikujt tjetër. Po aty jemi ekspert. Gjithmonë faji është jetim. Cilat janë shenjat që tregojnë se besimi i njeriut po dobësohet? Jo vetëm të rinia, të gjitha gjenerata, deri dje telefonat i përdornin ekskluzivisht rit. Sot gjithë pa përjashtim, plakat, mezishe, nuk e lën telefonin prej dorës. Sfidat më të mëdha sot që mund t'ja luhasin një njeriu vetbesimin. Materializmi, bota materiale. Për arsye se neve kemi ardhur me një piedestal ku neve i shohim njerëzit si bankomat. Pra, vlera tek njeriu nuk është te pjesa intelektuale, vlera njerëzore, tek besimi sinqert, tek familja, puna, nderi, tek njerëzilloku. Sot vlera është te xhepi. Pastaj, kur njeriu nuk shiqon se si mbrin deri tek materialja. Ti je i pasur është punë e mirë. Të kesh pasuri, të punosh që të kesh pasuri dhe të jesh i pasur, të kesh një stabilitet të mirë ekonomik. Është pozitive. Sidomos nëse je njeri i mirë, se tash e hajrin. Po është e mirë kjo. Por ama mos ta llogarisësh as halalin as haramin vetëm që të mrish deri atje lart, kjo është katastrofa. Pra, materializmi nuk është sfida e të paturit parë, lek, fuqi materiale. Jo, sfida e mos shiquarit të mjetit që të dërgon deri tek fuqia materiale dhe kur ti çdo gjë në këtë botë e barazon me lekun. Kjo është problemi. Problemi është kur ti në këtë botë jeton jo për Zotin, po jeton vetëm për memrinë deri tek një lloj pasurie, kjo është materializmi i keq, dhe kur çdo gjë e shef me valutë. Dhe kjo është problemi kjo është sfida më e madhe që ballafaqon njerëzit. Për këtë arsye, njeriu nuk mundesh ta njohësh përderisa nuk ke një këmbim parësh. I ke dhënë se i ke marrë. Nuk mund ta njohësh ndryshe.
atëherë mund ta njohësh mbi nivelin, fuqinë dhe vlerat të cilat ti posedon ai. Kur ti ke një allazhveresh me ata, si thosh Kupian, një allazhveresh, pra një dhënie marrje. Kështu shkoi një Omer radiallahu anhu, shkojmë në xhami dhe pyeti për një njeri. Tha, a njihni filanin? Qytetërisht njëri nga të pranishmi që ishte aty në xhami tha, po, tha, unë e njoh. Okej, tha e, tha pak të afër. Tha, a ke këshi? Se kur s'di sot se çfarë ka ndodhur në shtëpinë tonë, pyete këshin, këtë i di. Po. Sot fatkeqësisht komshiu nuk i di problemet e tua për me gjetë zgjidhje, po i di thjesht për informacion. A mos ke udhëtu, tha dikun me atë? E keni banu bashk? Për asim në udhëtim njihen njerëzit, kur e ke cimer, kur banal, njihesh. Po, sigurisht. Tha jo. A i ke dhënë para, ose të ka marrë para, ke bo biznes ma? Tha jo. Tha ti tha e ke po t'u fal xhamia? Tha, unë gjysë se një. Kur e ka thënë këtë fjalë Omeri, para 1400 vjetëve? Nuk njihen njerëzit në xhami. Njerëzit njihen njerëz xhamis. Ta jap një ilustrim shumë thjesht. Neve falim namaz. A i mendon në njëherë të reflektojmë thjesht pse Zoti selamin në namaz e ka lënë në fund. Në takohemi me njerëz që themi selam aleikum ose këtu gjatë tjetër, pse namaz e ka lënë në fund? Pse në fund? Po, pse në fund? Pse namazi fillon kur përfundon? Tash e kreve obligimin që e kishe ndaj Zotit për adhurimin. Të adhuroj Zotin një i cili i vetmi meriton të adhurohet. Po, namazi tani fillon. Nga dera e xhamis jashtë fillon namazi. Ta shohim, a je i disiplinuar si në namaz? A komunikon me njerëzit sikur flisje me Zotin në namaz? A je i qetë si në namaz? A je korrekt si në namaz? Se në xhami ndryshe e jashtë xhamis ndryshe hiç nuk shkon. Pra kjo sfida më e madhe. E sfida më e madhe e muslimanëve në botë sot është të keq kuptuarit e fesë islame. Mbrëmë kisha një bisedë me një shoqe studimeve në Shkup, e zgjatëm bisedën. Ajo ishte shumë e dëshpruar pikërisht me keq kuptimin e islamit, me mënyrën se si njerëzit individualisht prezantojnë islamin, qoftë nëpërmjet veshjes e cila nuk përshtatet fare, me rregullat e mbulesës për shembull, ose edhe gratë e pambuluara, po gjithsesi edhe me disa imponime dhe disa qarqe që po ekzistohen në Maqedoni, sidomos në Shkup, ku është krijuar një qark i marginalizuar i disa quasi besimtarve, të cilët tani përjashtojnë këtë pjesën tjetër dhe ata vendosin disa rregulla, një subkulturë tjetër aty, të cilën zor ta kuptojnë besimtari. Nuk kam dëgjuar që ka një grup i këtij që edhe mund të ketë, se nuk kemi dëgjuar natë, nuk di unë, nuk më thënë Për se nuk shembull, ekziston. motra ime ka punuar në Qerdhe. I ka thënë prindi, mësuese, mos ma mëso fëmin me këngë Qerdhës. Po ne ta mësojmë për nënën, për lule, për natyrën, këto këngë i kemi. Jo, thotë, unë s'du me ma mësu fëmin ashtu. Edhe kjo mbetet tash në pozicion, thotë, shko fal me drejtoreshën, se unë nuk e bëj programin. Dhe si është mua bele, se tash rastet e këtilla kemi shumë. Dhe tani Mira, është e drejt prindi me nuk është e reaguar drejtë. ashtu. Nëse neve nuk jam mësojmë atë këngë, ja po e ndalëm nuk jam mësojmë. Do e bëjmë hafizet Kuranit?
A i garanton se nëse nuk e mëson atë këngën do bëhet hafiz e Kuranit, apo ajo kënga sipas shkencës që i kanë para pa, sipas moshës, sociologët, psikologët, pedagogët që mirën me studimin asaj moshë kanë para se fëmijës i duhet lloj edukimi për me mri gjëra në këtë nivel. Po vllai dashur ose motre e nderuar, pengon këta gjëra pse solle? Ka dhe shumë qerdhe private. Po. Ose bëj shtëpinë tënde qerdhe dhe mos merr fëmijë tje, po thjesht merru me fëmijën tënd. Ky lloj islami nuk është islami i saktë. Nuk të bën ma musliman nëse nuk e mësove atë këngë, ose nuk të bën ma pak musliman nëse e mësove. Dikur këndoni milahije vetëm për Allahun dhe për profetin. Apo? Po. Tash ndoshta ju jeni më e vjetër se unë dhe i dini shumë mirë këto gjëra, keni dëgjuar. Tani po i këndojmë edhe Selman Kadriz, po i këndojmë edhe dëshporëve të ndryshëm. Po. Po nuk është ilahi më kjo. Është krahin. Është një këngë me sharkia ku vetëm sharkia mungon. A janë të lejuara në islam këngët e dëshmorëve? Po pse nuk është e lejuar? Kur ti i këndon, nuk ja humb atë vlerën që e ka bë për shoqërinë. Për ta merituar xhenetin. Xheneti nuk është prona jona. Mendoj nëse konsiderohen si dëshmor ata që kanë. Na i themi dëshmor atij që kemi dëshirë që Allahu xhallahu ta pranojë si dëshmor. Inshallah, po. E tani, në botën tjetër na nuk kemi avokat. As gjykatës. Atje vendos Zoti se kush do të jetë i shpëtuar, se neve nuk e kemi çështjet e xhenetit, edhe as kush nuk është konsulli i Zotit në këtë botë. Me fut në xhenet ose në xhehenem do ketë. Pra, një besimtar i devotshëm musliman, një hoç, një udhërofyes, duhet me tregu se si është rruga për ta njoftuar Zotin dhe ta adhurojë Zotin, i cili meriton të adhurohet, mos t'i bëhet shok në adhurim dhe as në vepra tjera. Se besimi në Allahun xhaleshanu është besimi i vetëm i saktë dhe besimin e vetëm që e don Zoti. E tani, kur neve dalim në botën tjetër, neve profeti i Allahut na ka mësuar se si është bota tjetër, po përsëri na i ka dhënë drejt në gjykimit. Mëshira e Allahut xhaleshanu është e pafund. Allahu këtë do e fal, këtë do se fal. Ajo që duhet na të mendojmë me shumë sinqeritet, me shumë bindje, ku shkojmë neve te Vareza. Ka rastis me shku te Varezat pa dyshim. Kur ti shiqosh nga larg Varezat janë krejt njëjtë. A ka dallime? S'ka dallime këtë një. Për Varezat ndahen 3 grupe. Është një grup që i ke voros të mëngjes dhe ndrek si një kërkushmo. Kaq. Është një grup që të cilën e ka mbulu dheu ndrek për kujtimet për të nuk janë humb. Halo i kujtoj njerëzit për të këqija që i kanë bë. Po. Për problemet të cilat i kanë sjell, për fjalorin e pis, për shumë se të tjera. Por ka dhe një grup tjetër të cilët dheu i kanë mbulu për historinë se një u kanë mbulu. Halo i kujtojmë neve për senet mira, ne kujtojmë familjen Jashari dhe dhe kujtojmë djerin e ditën e fundit në këtë dunjë. A ka mundësi dikush mos ta përmend nanën Sahide? Ose mos ta përmend Adem Jasharin, ose Shabanën, ose Hamzën, Allah i mëshirov dhe u pranov dëshmimin e shehit lloku. Ose edhe sa dëshmor tjerë të cilët i kanë dhënë këta treva. Neve këtë shqiptari kemi paguajt me gjak. Nuk e kemi rujt se na i dha dikush pa e perujmë kështu si suvenir. Jo, na e paguajtëm me gjak. Ne i fitum gjëra, po nuk na i fali askush. Nuk i blejmë neve se ushinin në pazar dhe i blejmë. Jo, i paguam me gjak. Po ai gjak është rezultati një besimi të sinqert për atë vend ku ti ke shkel dhe i ke thon bukës bukë ujë. Po mos kish qenë besimi i sinqert në Allahun xhaleshanu, shumica e sakrificave nuk do të ndodhin. Por njeriu kur e din se do të shkojë tek Zoti dhe do të medal tek Zoti faqe bardh, ai sakrifikon. Nuk ka dert me sakrifiku. Për arsye se fundit në këtë botë për gjithmonë askush s'ka mbet. Të gjithë do të dalim nga kjo botë. Absolutisht. Por vendos na nga cili grup duam të jemi të varët. Atyre të cilët do t'ju kujtohen gjërat e këqija, apo ata të cilët historia do i mbajë mend deri në fund për veprat dhe gjurmët të cilat i kanë lënë këtu.
këtë botë materialiste shpesh edhe i gjykojmë njerëz shumë të pasur, i gjykojmë, pa na interesuar fare si ka arritur ai njeri pasurinë. Gjenerata të cilat rriten mbar me shembullin dhe modelin e prindit, por që prindi është shumë punëtor, shumë i ndershëm dhe shumë i pasur. Dhe shumë padrejtësisht ne ndonjëherë paragjykojmë këta njerëz duke thënë hajt se ky i pasur Zoti e di si e ka fituar pasurinë. A hym gjuna me këto ide? Padyshim, paragjykimet janë ndaluar në Islam. Nuk kemi nevojë përderisa nuk kemi fakte. Pastaj pse duhet ta komentojmë do kënë? Si e ka vë pasurinë? Përgjegjësia atij është, ai do mbaj përgjegjësi para Zotit. Pastaj nëse ka bën një rrugë gabum do e paguajë. Nuk den ka kjo botë pa unë ftira. Por le njeriu se ai po bën iftare me para haram ose këtë tjetër. Le ta bëj punën, ti bëj punën tënde. Ti luaj rolin tënd në pozitën në cilën ka caktuar Zoti. Edhe ti kisha ta lek peshë çfarë do bëje. Njerëzit shpesh e kanë idenë se pasuria është problem ose pengesë në botën materiale dhe thotë përcaktohu tash ose kemë fitu lek ose kemë kalu andej, nëse keni lezu Islamin mes lindjes dhe perëndimit të Alia Izet Begoviçit, ku thotë sa më tepër që i kushtojmë rëndësi botës materiale, aq më tepër humbasim nga bota shpirtërore dhe anasjotas. Dhe me thonë na mungon ajo peshorja. Neve na mungon ekuilibri për arsye se këtë lloj sfide materializmin e kemi kriju vetë. Se mos mendosin kohën e profetit nuk ka pas njerëz të pasur. Vetë profeti ka qenë i pasur. Gruaja e vet ka qenë shumë e pasur. Dhëndorët e profetit kanë qenë shumë pasur. Shokët e profetit ka pas njerëz të cilët sot bota, kur i radhit miliarderat në historinë e njerëzimit, ai më i madhi është shoku i profetit, Abdulrahman ibn Auf, më i madhi. Nga krejt ata miliarderët të cilët i njeh historinë njerëzore. Për kohën e tij, po. Deri sot e kësaj dite. Deri sot, po. Në historinë njerëzore. Po flas për historinë njerëzore. Askush nuk e ka mbri me të kalu pasurinë e tij. Por ama ai vinte në xhami me profetin faleshte, ndihmonte njerëz edhe ai sfidoheshte me gjitha sfidat të cilat sfidohej shoqëria. Nëse Zoti i ka dhënë një risk të mirë ndokujt tjetër, nuk e ka përjashtu se ti u kri muhabeti me ti, s'kam punë me ti. Ose nëse ti jeri tërë ditën në xhami, jo, del fito, puno. Ti nuk e di çfarë ka saktu Zoti ty. Ne nuk e dim, risku është i fshehur. Nëse ne verim vetëm në xhami, s'po ka, po s'ka se xhamia është për me adhuru Zotin, jo për rrok me marrë fund punët. Pra du shpendon me punu, me gjallnu. Na këtë lloj sfide e krijojmë vetë. A ka ekzistuar me vërtet koha kur njerëzit nuk kanë pas edhe njerëz ku ta japin sadakan? Po thuhet se në kohën e Omer ibn Abdulazizit, njërin prej halifëve që thuhet se është halife i pestë i drejtë, ka pas raste kur njerëzit e kanë nxjerr para dere, s'kan ditë kush, se merr kurkush, s'kan ditë ku me quaj, kanë nxjerr para dere. Pastaj thuhet se disa dietar kanë dhënë mendimin se jepjoni të krishterëve. Në bestimeve tjera, se ata kanë skamnor dhe kanë fukara, familje, ndihmojeni për mi uzbut edhe zemrat dhe për mi ofru, për ndihmojeni me zeqatën sadaka, për arsye se s'ka pas asnjë musliman fukara që i ka merituar zeqatën.
si mund ta rrisim devocionin ton, hoxhe? Në çfarë forma? Ne e dim që namazi, gjitha këto ritet fetare rrisin besimin te Zoti, po a ka dhe formula të tjera të cilat do të na shërbenin sot në këtë kohë moderne? Ta vëzësh alarmin e ndërgjegjes. Njeriu që ka ndërgjegje, ai është i devotshëm. Njeriu që ka ndërgjegje, ai nuk bën vepra të cilat Zoti nuk i do. Njeriu që ka ndërgjegje, padrejti nuk bën. Njeriu që ka ndërgjegje nuk ka nevojë për kamera sigurie. Njeriu që ka ndërgjegje e di shumë mirë se edhe nëse ti Zoti nuk e shef ai ty të shef. Njeriu që ka ndërgjegje, ai që nga momenti ku ngritet prej shtratit vet dhe niset për të shkuar tek puna, tek obligimet, tek gjërat të cilat i ka për t'i bërë, ai din shumë mirë se ka marrë në këtë botë për të adhuruar Zotin, për të bërë punë, edhe cila është e përkohshme për të shkuar në botën tjetër, e cila është e përhershme, faqebarthe me vepra të mira. Se din shumë mirë se bota inorganike shërben botës organike. Bota organike shërben botës shtazore. Bota shtazore shërben njeriu. Njeriu me ndërgjegje kupton shumë mirë se kujt duhet të shërbej. Në shërbim të kujt duhet të jetë. Dhe kjo është shumë e thjeshtë pastaj. Të jesh i devotshëm nuk do të thonë se duhesh me qenë melek, se s'mundesh me qenë melek. Angel s'mundesh me qenë. S'kishe mund me qenë angel, Zoti kishte bën angel. Po s'ka bën Zoti angel, të kalon njeri. E njeriu duhet me qenë thjesht bëhu i mirë. Kush është muslimani më i mirë o i dërguar i Zotit, tha, ai nga dora dhe goja të cilët janë rahat muslimanët. Mos trillo, mos shpif, mos fol pas shpine, edhe me dorën tonë, mos bën keq. Kaç. Shumë e thjeshtë është muhabeti. Nuk tha kush fal namaz më shumë. Tha kush nga goja dhe dora të cilët janë rahat njerëzit tjerë. Dua të ndalem te bamirësia si një segment shumë i rëndësishëm. A e kam dëgjuar diku, a vetëm ka shkrepën tru, nuk e di, po unë e kam shkruar në Facebook aty si krye fjalë. Kam thënë bamirësia mund ta ndryshoj saktimin e Allahut. Është e vërtet kjo? Jo. Lutja e ndryshon saktimin e Zotit. Ka thënë profeti, e dua ju ayurul qadar. Lutja. Lutja e sinqertë tek Zoti e ndryshon kaderin. Po del nga një kader shkon në kaderin tjetër. Bamirësia ta shton lumturinë. Psikologët më të mëdhenj botë kanë thënë njeriu më i lumtur në historinë njerëzore ka qenë profeti i Zotit. Pse? Thotë se komplet pasurinë e vet e ka dhënë. Gjithmonë njeriu e ndjen atë lumturinë kur i ndihmon një njeriu në nevojë. Vjen një lloj lumturie te ti e cila është e papërshkrueshme. Dush ta shijosh, po ta shohësh se si është lumturia. Kur ti shkon e ndihmon një familje që ka nevojë, kur ti e ndihmon një student për ta paguar semestrin e studimeve, për t'i paguar provimet, për t'i bler librat, kur ti e ndihmon një udhëtarit për m'ia paguar rrugën, kjo ta shton lumturinë. Bamirësia e largon hidhërimin e Zotit. E pse atëherë në suren Kehf, për shembull, që e lexojmë ne xhumave, thuhet me fjalë të mia po them tani, pasuria dhe fëmia janë dhurat e kësaj bote, apo? Po. Do me thonë mund t'i kesh, mund t'i umbasësh mo Zot, Zbukurim, po zinë. Zbukurim, po. Kurse bamirësia është ajo që ta jep një vend, ose t'jep shpresën për një vend më të mirë në ahiret. Po kjo nuk e ndryshon kaderin, kjo t'i rrit gradat. Kjo t'i rrit gradat. Po. Profeti i Zotit i pyeti një herë disa nga gratë e shokëve vetë kanë pa se në fer kishte shumë gra, thot. Çfarë keni më katu Zoti, thot, që keni më shku atje. Thot, jepni sadaka, jepni lëmosh, largoni hidhrimin e Zotit nga ju. Kur njeriu jep lëmosh, largon hidhrimin e Zotit, i rritet gradat tek Zoti në xhenet. Ashtu qoftë.
si të mbrohemi nga njerëzit të cilëve ju pengon besimi ynë. Kam shumë dëshirë, hoq ta di këtë, sepse ndonjëherë edhe shpesh po vim në situata kur, për shembull, një ateisti deklaruar ose i pa deklaruara, antagonista, ku ta di unë se çka, me të dëgjuar që ti je musliman ose i ndjek ritet fetare, me njëherë asarohet dhe me njëherë reagon. Në këto raste, a duhet përgjigjemi të kundër përgjigjemi, atja shojmë rrugën, a si të veprojmë? Ignorim total. Idha khatabakumul jahiluna qalu salama. Nëse ju flasin ignorantët dhe ju kritikojnë, ju shani, ju debatojnë, ju thonë thjesht selam aleikum, përshëndet. A din sa njeri e shante profetin me poezi, asnjë poezi nuk transmetohet. Pse? Ignoranin total, as nuk janë ndalin ta ndëgjojnë gjë në fund. Që veprat e njeriut janë nga ajo që e ka në zemër. Ai kur çon ty, ai e shon vetveten se ai vetveten e shef tek ti. Ke po në aspekt psikologjik, kur një njeri është gënjeshtar, mendon se këtë dunja arrin. Pra arsye se ai është gënjeshtar. Dhe mendon se sikur ai krejt tjerë gënjen. Njeriu që e ka mungesë sinqeritetin, thotë unë jam i sinqert, ai ka mungesë sinqeritetin, për atë përmend shpesh. Ose unë jam shumë i drejt, ai ka mungesë drejtësinë. Ata që shajnë, ai e ka mungesë besimin tanë. Ai do me qenë sikur ti po s'di si me qenë. Thjesht injoroje. Ose mundohu me të butë. Foli me të butë, i gabim e ke. E do filloje se nuk tim në, ose do e shojmë Turqinë, ose do e shojmë Zotin, ose një problem i vogël me na ndodhë dhe du të më shoh histori që na ka ndodhur. O vllai dashur, kaloja ja. Tani jemi shtet i pavarur, tani jemi shoqëri e shkolluar, e ngritur, kemi qeverinë tonë, kemi shtetin, kemi sektorët, departamentet, ministritë, kemi diplomacinë. Tani të ndërtohemi. Edhe pse informacionet i ke gabim, thuj, ndodhi çfarë ndodhi. Tash të gjithë çfarë do bëjmë. Hoxha Hasan Baftiari, ju jeni hatib, do me thonë bani hutbën e gjumas, në xhamin Haxhi Ballaban në Shkup, në Maqedoni të Veriut, kuptohet. Cilat janë temat më të shpesha, ose më aktuale, ose më signifikative të cilat i trajtoni ju gjatë gjumave, me bindjen që do t'jeni efikas në reflektimin e mendjeve të atij xhamati? E para, do të thonë, xhamia Ballaban është një xhami e vjetër, e Shkupit është nga më të vjeturat, do të thonë ajo daton nga 1440. Konkretisht në xhamin time falen biznesmenët. Xhamia Ballaban është lagja e njerëzve të cilët shesin me shumicë, pra si e thon shkupianët, lagja e toptanxhive. Po. Ato që shesin me toptan, me shumicë. Hutbja nuk është ders, ta qartësojmë njëre për gjithmonë. Ku dallon hutbja prej dersit? Dersi është para xhumas, vajs, këshilla. Hutbja është pres. Ka ndodhur për nga javës fol hutbe. Pra, koncentrimi i hutbës time i përshtatet xhamatit të cili vin tek unë. Pra, sinqeriteti, jo me bohile, me rujt emanetin, harami halali, mos me mashtru në vak, me njoft haramin, me rujt halalin, me i dash mushterit, me respektu klientellën dhe me qenë faqebar. Kupto, duke mos i harrus respekti prindërve, shkollimi, do të thonë 50% të hutbeve të mia janë në shkollim dhe ndërtimin e shoqërisë dhe rinisë. 50% kanë të bëjnë me xhamatin të cilën vinë aty, me temat të cilat ata ballafaqohen për çdo ditë, dhe 50% është ndërtimi intelektual.
Për figurën e Haxhi Ballabanit unë u mundova të kërkoj, po fatkeqësisht pa ka dhëna për të biografike. Ajo që unë me të dëgjuar, domethënë nuk ka kur gjë. Edhe aq thuhet që e ka thonë djali i vet, Mustafa Hilmizan, më duket, nuk e kam shumë saktë emrin, ka qenë poet djali i vet. Haxhi Ballaban ka qenë një biznesmen. Domethënë xhamia Ballaban nuk është vetëm në Shkup. Haxhi Ballaban ka edhe në Turqi, ka edhe në vende të tjera. Ashtu siç ka hapruar ai, domethënë me biznesin e vet, se ka bën një xhami. Allah është problem, Ballaban shqip domethënë i madh, haxhiu i madh, trup madh. Vakëvdhënës apo? Tash Haxhi Ballaban ka specifika ata të cilët e bëjnë vizitë Shkupin, mund ta bëjnë vizitë xhamin Haxhi Ballaban, edhe më është e vjetër. Është çka qenë, po shpresojmë që këtë vit Departamenti i Çështjeve Fetare dhe Mbrojtjes të Shimisë Kulturore të Osmanlive në Turqi e ka fut në kalendarin e saj që si vjet të rinovohet ose të prishet krende e të ndërtohet edhe një nga fillimi ashtu siç edhe ka qenë në projektet e arkivës. Po shpresojmë që këtë vit me fillu, ato vetëm se e kanë miratu, është po marrëveshja mes dy komiteteve muslimane dhe tash po fillojmë çdo ditë me fillu realizimi i projektit. Shumë mirë. Sigurisht titullin Haxhi e ka nga që ka qenë Haxhillak, apo jo? Ashtu i njohim na, po shpresojmë që ashtu të jetë, nuk e di. Ka ndonjë lidhjet mesme që i quajnë Haxhi edhe si titull nderi, edhe pse s'ka qenë Haxhillak. E para një, domethënë Haxhi Ballaban ka jetuar në Turqi, është nga Turqia domethënë e mesme, Turqia qendrore. A ka qenë haç, nuk do ta kisha përjashtu mundsinë se ai ka qenë haç, ka qenë një biznesmen, ka mund të më udhëtu për në haç. Haxhi Ballaban ka mundsi, te ne shqiptar ka emër Haxhi. Ka mundsi edhe emrin e ka pas Haxhi. Çdo që tjetë. Kretë janë të mundshme për arsye se shumë pak ekzistojnë dhëna edhe në histori, ekzistojnë shumë pak dhëna për Haxhi Ballabanin. Për fund, nuk guxojmë këtë ta anashkalojmë, është bërë dukuri që unë gati me çdo musafir po e trajtoj braktisjen e prindve nga ana e fëmijëve. Dhe me thënë kjo bota materiale, shkuarja në ekzil, puna në mërgim, ka bërë për dite më të shpesha rastet kur prindrit po ngelin vetë, pa financa, në kushtet mjerushme, ndërkaq i ka 10 fëmijë në Amerikë, kudo në për Evropë, dhe absolutisht për ta duhet kujdeset, ose ndonjë fondacion bamirësie, ose ndonjë individ, ose kush të mbri. Nga fëmijët nuk e kanë fare kujdesin. Edhe e dyta, për dite më shpesh po dëgjojmë që fëmijët po ju shesin pronat prindërve dhe po i lënë rrugë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë njeriu i cili ka prindëri gjallë ose njërin prej tyre dhe në respektin dhe kujdesin të cilin do e bëj për ta, nuk e fiton xhenetin e Allahut ka madh. Kjo e para. E dyta, Aliu radiallahu anhu ka thënë një njeri i cili s'flet me nonën e vet. Po i dhnu, s'flet. Ose një njeri i cili prindrit kanë frikë me çelgojnë se po gabojnë diçka e nervozohet djali. Se ai temperament po nervozohet shpejt, po të pranë xhenet nuk ka. Këto janë dy vërejtje shumë të mëdha. A ka kështu? Ka, patjetër. A do ketë patjetër. Fundi xhenemi është kriju për këta lloj njerëz. Njëri që nuk kujdeset për prindrit, të cilët i kanë prunë këtë botë, i kanë dhënë çdo gjë, çka kanë pas atë ja kanë dhënë atij. E tani ti lësh në rrugë sende. Mos kujdesesh për prindrit. Sendet këqija të cilët janë duke bën sot, dikush i rref, dikush u ashe shtëpinë i lën në rrugë, i dërgon në azil ose shumë sende tjera. Pra këto janë gjëra të cilat është për të ardhur keq dhe është që sfit e kohës, për arsye se materializmi në ka të shment.
mos edukimi në ka pru këtë deregje. Kur ti nuk kujdesesh për edukimin e fëmijëve tu, kur ata janë në moshën që duhet më eduku, atëherë do i paguash çmimet kur ata të rriten. Jo se tani aq se është i ri, tani është i ri pa i riu rritet. Ai kur është i ri i kupton gjërat dhe edukohet më mirë. Atëherë është një hekër i butë, jo kur të forcohet. Vajza është e re, hajt me nonën ti se unë s'ku mujt me bo kur gjo kur jam konë e re, ban ti tash. Këto janë gjërat të cilat e shkatrojnë familjen, se ajo ka me shku do të bëhet nusë në një familje, dhe pastaj se rezultat ajo me burin e vetë mundit me shkatru komplet një familje tjetër. Cili do t'ishte mesazhi juaj për ata që na dëgjojnë, Hoxha Hasan Baftiari, për ata që pretendojnë një botë më të mirë, një botë amshushme dhe një vend më të mirë se sa që është ky, sado që jetojmë në këtë botë përkohshme. Njeriu në këtë botë jetojmë me ndërgjegje të pastër, i drejtë, i njerëzishëm, me besim të sinqert tek Zoti, t'i bëj veprat për hatrin e Zotit, që fillimisht të dëshiroj e pastaj të meritoj të takoj Zotin faqebardh e ballhapur. Se kë botë nuk i ka mbet askujt. Jeto sa të duash këtë botë, një ditë do të vdesësh. Duaje këtë duash se një ditë do të ndahesh. Për këtë arsye njeriu duhet të përgatitet për botën tjetër. Por jeton këtë botë me njerëzillëk. Jeto faqebardh. Jeto duke kujdes për njerëzit, mundohu me mishë me shpirt që fillimisht të kujdesesh edhe për komshiun tan. Që qash halën, ta pyesësh nëse ka ndonjë dert, se nuk është besimdari mira i cili komshiu i vet nuk flen se ka një hall një dert dhe ti të ka zonë gjumë rahat. Nuk është besimdari mira. Nuk ka besimin e plot. Pra kujdesu, ti ruajmë lidhet familjare, se neve kemi shkoput total lidhet familjare. Ti ruajmë lidhet familjare dhe të lullëzojmë si shoqëri. Çka për shembull nëse një besimtar insiston në ato lidhje familjare, kurse familja nuk don të dëgjoj dhe ky tër jetën jeton me ndërgjegje të vrarë. Njeriu duhet ta bëjë vetën. Dhe të thëmë o Zot më e bëra kaq punda. Nuk kam fuqi më shumë. Por jo me paraqyku, jo. Të o Zot më e bëra. U mundova që shkoj për vizitë, u mundova t'i thras për një manifestim e kështu me radhë, por ti duhet ta luajsh rolin tënd. Jo të dëshprohesh. Ti luaj rolin tënd, se çdo kush me rolin të cilin e luan këtu totale para Zotit. Krye ti obligimin tënd. Je hidhru po, s'të të dorën e parë. Hiqi natët, hiqi orrejt, zëtë dorën. Atëherë ke drejt mi thon Zot, unë zgjata dorën, po ai s'po përgjigj. Unë e bëra timën. Hoxha Hasan Baftiari, është kënaqësi për atë xhamatin e juaj që ju ka çdo xhamati dhe dëgjon këto fjalë të arta, të ekuilibruara. Po them, është kënaqësi kur dëgjon një teolog të përgatitur që flet me aq maturi, me aq elokuencë dhe me aq, si më thon, qetësi shpirtërore, sepse një hoxh i mirë përçon edhe te xhamati vet sigurisht apo jo. Shpresojmë që atë qëllim e kemi. Ju faleminderit shumë që ishte sonte.
Faleminderit edhe juve. nderuat ndëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit juve për ftesën dhe për mundësinë e dhënë. Shpresoj që të takohemi përsëri. Amin, inshallah. Ju faleminderit të dashur miq. Unë jam Radie Hoxha, sonte nuk ju përshëndes me Gazmen Sejdion. Gazin e përshëndesim në pension. Ju urojmë jetë të gjatë, shëndet pari. Dhash Zoti të takohemi të premten që vjen. Me ne ishte sonte Hoxha Hasan Baftiari, hatip në xhamin Haxhi Ballaban në Shkup, Maqedonia e Veriut.